religjioze, politike, ose çka do qoftë tjetër, të jemi bashkë në një marsh i cili thret për dignitet, i cili thret për dritë dhe vëmendje tek njerëzit të cilët kanë bërë shumë për lirinë e Kosovës, po që njëkohësisht kanë qenë edhe njerëzit kyç në ndërtimin e shtetit Kosovës dhe pavarësisë së Republikës së Kosovës, e që tash e më shumë se 5 vite mbahen padrejtësisht në Hagë, në një proces i cili ka nisur me një komplet rrëfim dhe dokument bazuar në një shtëpi të verdhë që nuk ekzistonte dhe në idenë e trafikimit të organeve njerëzore, e që gjatë rrugës dhe gjatë viteve ai rrëfim është venitur dhe krejt që ka kemi parë, qëllimshëm apo jo, ka qenë një proces goxha, si ta them, i dyzuar, i anshëm dhe me shumë pikpyetje, nëse duhet me thonë më së buti, që është e mundshme. Kështu që edhe kur ka nisur procesi, zyrtarisht procesi i gjykimit, e që kjo ndodhi në vitin 2023, do më thonë 2 vite e pak, më shumë se sa ata janë mbajtur aty derisa gjykata ende, po mbledhte evidenca, prova e gjëra të tjera. Thirrja atëherë ka qenë të marshojmë për drejtësi, kërkesa jone vetme ka qenë drejtësia, dhe ne rikthehemi tani në fazën e fundit, ku presim edhe epilog nga ky institucion, që të ketë drejtësi dhe jo politik. Kjo është thirrja jonë kryesore, dhe ftesa edhe për ata që kanë kaluar në për këtë proces dhe kanë udhëhequr gjithë procesin e gjykimit në Hagë, që të kenë vëmendje në idenë se çfarë institucioni janë dhe cilat janë përgjegjësitë, sepse në të njëjtën kohë ka qenë dhe vazhdon të mbetet e vetmja gjykatë, kushtimisht ta them, që nuk ka pasur llogaridhënie dhe transparencë në asnjë dimension. Kuvendi i Kosovës ka qenë në term formativ si organi themelues, bazuar në Kushtetutën e Kosovës dhe në ligjin për dhomat e specializuara, asnjëherë të vetme, domethënë nuk ka pasur një vijë komunikimi zyrtar me dhomat e specializuara. Mediat, shoqëria civile, në raste kur Trandafilova ka qenë këtu, asnjëherë s'kan pasur mundësinë të bëjë një pyetje të vetme, një pyetje që është e drejtë, themelore, njerëzore, e sidomos kur e ushtron atë profesion që është gazetaria, dhe në të njëjtën kohë lëshimet apo ta them shkeljet e vazhdueshme të drejtave njerëzore në kuptimin e akterëve tonë që tash sa vite mbahen atje, cënimi i hapësirës për vizitat e familjes, çështje të tjera, pastaj mos lejimi i mbrojtjes në liri, që i bjen mos respekt dhe mos besim në institucionet e shtetit Kosovës, në policinë e Kosovës, dhe shumë e shumë çështje të tjera për cilat besoj që do t'i shtjellojmë edhe gjatë emisionit, por megjithatë, me që po e nisim me marshin 17 shkurtit, këtu ka 2 qëllime. Qëllimin e parë thash, është thirrja për drejtësi, që të ketë epilog të drejtë dhe jo të anshëm dhe të mos ketë politik. Dhe dyta, pse me 17 shkurt, normalisht është dita që ne e kemi kapitalizuar dhe kurorzuar ëndrrën tonë për Kosovën e mbetësuar dhe shtet, pavarësia e Kosovës, e që në fakt njerëzit kryesor